Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë një deklaratë për shtyp nga Brukseli ku komentoi raportin e miratuar nga Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian. Berisha tha se raporti demaskoi në mënyrë të qartë regjimin e Edi Ramës, duke e përshkruar atë si një regjim që shkel shtetin ligjor dhe të drejtat themelore të qytetarëve. Kryedemokrati shtoi se raporti denoncon ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë dhe mungesën e proceseve të drejta ligjore për qytetarët shqiptar. Ai theksoi se dokumenti miratuar përshkruan si farsë elektorale zgjedhjet e 11 majit 2025. Raporti që sapo u miratue në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian damkosi në mënyrë të qartë si kristali regjimin e Edi Ramës si një regjim që nuk respekton shtetin ligjor, si një regjim që shkelmon të drejtat themelore, të drejtën e informimit, lirinë e shprehjes dhe të drejtën e pronës. Në raport damkoset regjimi i Edi Ramës si një regjim në të cilin ndërhyhet politikisht fuqishëm në sistemin e drejtësisë, u shpreh shqetësim i madh për stokun e madh të dosjeve, çka nënkupton mungesë procesi të drejtë ligjor për qytetarët shqiptar. Ky raport denoncoi me qartësinë më të madhe farsën elektorale të vit të 11 majt 2025. Duke ju referuar edhe raportit të përbashkët të OSBE-ODIHR dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare, Berisha theksoi gjithashtu se raporti kritikon ligjin e investimeve strategjike dhe mbështet kërkesat e pronarëve shqiptar për drejtësi.